Qipra në Greqi. Ishulli mesdhetar ka një histori të pasur, peizazhe të shumta dhe plazhe të bukura. Për të pushuar mund të zgjidhen zona të njohura si Aia Napa, Papos dhe Larnaka, të cilat ofrojnë një përzierje të relaksit, kulturës dhe jetës së natës. Për të njohur më mirë me kulturën vendase dhe më gjerë eksploroni vila romake të antikitetit të ruajtura mirë, me dysheme artizanale mozaiku që përshkruajnë skena mitologjike, nekropolin dhe varret e mbretërve, amfiteatrin antik të Qiprës dhe shumë se kaq. Cilido qoftë stili juaj i udhëtimit, nëse nuk jeni duke kërkuar një atmosferë të gjallë feste, një vend pushimi i sor apo familjen, apo një arrëtisje romantike, Qipro është një mundësi shumë e mirë. Barbados në Karaibe. Ky ishull ofron një përvojë të paharrueshme të Karaibeve me plazhe të bukura, ambiente të brendshme të harlisura dhe një kulturë të pasur. Tipologjitë e pushimeve variojnë nga më luksozet deri tek ato me buxhete të kufizuara, ku e përbashkët është kulinaria mbreslënse dhe sportet ujore. Barbados ofron një gamë të larmishme atraksionesh që plotësojnë çdo kërkesë. Është e vështirë të vizatohet një hartë ose itinerar për të ndjekur në një vend që ofron gjithçka. Megjithatë, këto janë disa nga stacionet e këshilluara për turistët. Gjiri i Karlisle, i njohur për ujërat i qeta, plazhi Krane me rërën e tij të famshme roz, parajsa e izoluar e Bottom Bay me shkëmbinjtë shumë të koralor dhe palmat e kokosit, plazhi Mullins, i shkëlqyeshëm për banja dielli dhe sporte ujore, plazhi Accra në bregdetin jugor me zona të qeta për familjet. Zante në Zakynthos të Greqisë. Ky ishull i Jonit është i njohur për bukurinë e tij natyrore, duke përfshirë plazhin e famshëm Navajo dhe shpellat blu. Vend pushimet janë veçanërisht të njohura në pjesën jugore të ishullit. I njohur gjithashtu si Zante, ai ofron një gamë të larmishme atraksionesh duke filluar nga vendi më ikonik i ishullit. Ai i anijes së mbytur në një plazh me rërë të rrethuar nga shkëmbinjtë të lartë dhe ujëra të kristalt, i cili është i aksesueshëm me varg. Disa nga plazhet që vlen të veçohen janë Laganas, një plazh i gjatë me rërë dhe një zonë shtimi për breshkat detare të rrezikuara. Plazhi i Gerakasit, një tjetër zonë e populluar nga breshkat. Porto Limionas dhe Porto Roxa, të cilat janë zona shkëmbore dhe janë ideale për snorkeling. Plazhi i Bananave, me baret e tij të shumtë. Plazhi i vogël i Agios Sostis, i arritshëm nga një urë druri e shumë të tjerë, të gjithë të veçantë. Majorka në Spanjë. Ai është më i madhi nga ishujt balearik në Spanjë. Është një destinacion magjepsës që ofron një gamë të larmishme atraksionesh dhe pikash kryesore që përshtaten me preferenca nga më të ndryshmet. Majorka njihet për plazhet e shumta mahnitëse me rërë të imët të bardhë dhe cilësinë e ujrave perfekte për banja dielli, notë dhe pushime familjare. Vija bregdetare e larmishme e ishullit përmban shkëmbinjë të thyer, forma dramatike si Cap de Formentor dhe formacione unike si ato në Ponta da Piedade. Malet Serra de Tramuntana, siti i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ofrojnë peizazhe karakteristike, shtigje për ecje dhe ciklizëm, fshatra simpatik dhe pamje panoramike për kudo që nuk është i dhënë vetëm pas plazhit. Algarve në Portugali, me shkëmbinjtë e tij dramatik, plazhet e arta dhe qytetet simpatike, Algarve ofron një përzierje relaksi dhe eksplorimi duke nisur nga plazhet mahnitëse dhe kuzhina e shijshme portugeze. Ajo shtrihet në rajonin më jugor të Portugalisë. Është një destinacion magjepsës i njohur për bregdetin, arkitekturën e thjeshtë dhe peizazhet e ndryshme. Disa nga më të frekuentuarat janë plazhet si ai i Praia da Marinha, Praia de Benagil, Praia de Falesia apo Praia do Camilo. Për te plazheve, Algarve ofron bukurinë natyrore të organizuara në parqe apo londina që shpesh duken të pafundme. Nëse zgjidhni të vizitoni vende si Cabo de São Vicente, do të provoni ndjesinë e të qenit në pikën më jugperëndimore të Europës kontinentale, një pelerin porallore natyrës me era karakteristike dhe një far historik me pamje mahnitëse të oqeanit. Punta Cana është një destinacion balnear klasik. Aty ju pret një gamë e gjerë resortesh për buxhete dhe preferenca të ndryshme, tipike të një parajse karaibike ku nuk mungon luksi dhe bolloku i atraksioneve dhe aventurave. Nëse do të hartonim një plan për të vizituar më të mirat e Rivierës Dominikane prej 50 kilometrash, do të listonim këto ndalesa: plazhi Bavaro, Playa Macao, plazhi Juanilo, Uvero Alto apo Arena Gorda. Shumë prej tyre janë plazhe publike dhe preferohen shumë nga familjar. Gjithashtu, tepër interesant janë edhe udhëtimet një ditore në zonë, kryesisht për vizitor apo banor të rrethinave, duke e bërë kështu kohë të mjaftueshme për të marrë shijen e veçantë të vendit dhe për të shkëputur nga ritmi të përditshmes.
Sharm el Sheikh në Egjipt, i vendosur në detin e Kuq. Sharm el Sheikh është i njohur për ujërat e tij të pastër, zhytjet apo snorkeling të klasit botëror dhe peizazhet e shkretëtirës. Ky destinacion ofron pushime të shkëlqyera dhe është i fokusuar në aktivitetet ujore dhe relaks. I njohur ndryshe dhe si perla e detit të Kuq, është një destinacion turistik me famë botërore për plazhet e tij mahnitëse dhe shkëmbijnë në New York koralor të gjallë. Shumë pranë, me zonën e resorteve dhe hoteleve me 5 yje, ndodhet parku i parë kombëtar i Egjiptit, një rezervë detare e pasur me mbi 1000 lloje peshqish tropikal, shkëmbijnë në New York të ndryshëm dhe vendin e famshëm të zhytjes në Shark and Yolanda Reef. Të tjera atraksione për të mos u humbur në Sharm el Sheikh janë Ishulli Tiran, safari në shkretëtirën e Sinait, kanioni me ngjyra, shëtitjet me deve, gjiri Nama, gjiri peshkaqenëve apo mali Sinai. Punta Cana në Republikën Dominikane, e famshme për shtrirjet e gjata të plazheve me palma dhe ujëra të pastër kristal. Riviera Maya në Meksik është në vendin e tretë. Kjo vijë bregdetare e Karajibeve ofron plazhe me rërë të bardhë, ujëra të pastër, rrënojat e fiseve Maya dhe jetë nate të gjallë. Vendpushimet variojnë nga mega resortet miqësore për familjet deri tek parajsat vetëm për të rriturit dhe aktivitete dhe argëtime të shumëllojshme. Disa nga plazhet më të lakmuara dhe të njohura janë Playa Paraíso, Tulum, shpesh i renditur ndër më të mirët në botë, plazhi Akumal, i njohur si vendi i breshkave në Majan, plazhi Maroma, ekskluziv, i qetë dhe i pacënuar nga resortet luksoze, plazhet e Playa del Carmen e shumë të tjerë, të cilët janë secili autentik. Kret në Greqi, renditet në vendin e dytë, është më i madhi nga ishujt grek dhe krenohet me peizazhe të ndryshme nga plazhet e bukura deri tek malet dhe vendet e lashta minoane. Resortet këtu kujdesen për familjet dhe çiftet, duke servirur ushqim të shkëlqyer dhe një atmosferë relaksi, ndërsa bregdeti në pjesën veriore është më i zhvilluar për turizmin, sipërmarrja në jug dhe në brendësi zbulon peizazhe mahnitëse, më pak të populluara me njerëz dhe përvoja autentike. E veçanta e Kretës është klima ideale e cila mundëson që nga mesi i majit deri në qershor dhe nga shtatori deri në tetor të mund të zhvillohen aktivitete në natyrë dhe me më pak turma se sa muajt e pikut të verës, korrik dhe gusht. Ndërveprimi me vendasit tepër miqësor, tavernat tradicionale dhe festivale lokale janë gjithçka nevojitet për pushimet perfekte. Siç theksohet në studimet e fundit, turizmi virtual po shfaqet në Kret duke ofruar një mënyrë për të eksploruar vendet historike dhe bukurinë natyrore në distancë si një alternativë ndaj vizitave fizike. Antalya në Turqi, zëvendi në parë. E njohur si Riviera Turke, Antalya ofron plazhe mahnitëse, vende historike dhe resorte luksoze gjithëpërfshirëse me çmime konkurruese. Arredimi i hoteleve është i cilësisë më të lartë, pishinat janë të shumta, argëtimi nuk mungon dhe larmia e kuzhinave është e jashtëzakonshme. Antalya është një qytet i gjallë dhe tërheqës që ofron një përzierje të pasur të historisë dhe bukurisë mahnitëse natyrore, duke bërë atë një destinacion turistik të nivelit të lartë. Zona krenohet me një vijë bregdetare të larmishme me plazhe që i përshtaten çdo preference, me shtrirjen e gjatë plotëror të hollë e të artë, ujërat e cekta dhe resortet e shumta luksoze për gjatë bregut. Është ideale, sidomos për familje apo çifte, dhe ofron pafundësi aktivitetesh ujore. Në të gjithë krahinën numërohet afërsisht 1000 hotele dhe struktura akomoduese.